Siguria ushqimore është një temë shumë e rëndësishme, sepse ne shpesh ushqimin e marrim si diçka të mirëqënë. Por në fakt, ushqimi nuk është vetëm shëndeti ynë, por është energjia, madje e ardhmja jonë. Dhe është e rëndësishme që të rinjt sot të jenë të edukuar me ushqimin që hanë, pra për mënyrën se si ushqehen. Dhe kjo fillon që nga etiketimi i produkteve, sepse ne duhet të dimë, çdo njeri duhet të ditë të lexojë etiketën në mënyrë të tillë që të kuptojë çfarë po ha. Gjithashtu, ne sot bota po përballet me obezitetin, që është një sëmundje e shekullit, dhe natyrisht që të rinjt duhet jenë të orientuar drejt pjatave të shëndetshme. Siguria ushqimore në fakt nuk ka të bëjë vetëm thjesht siguri, do të thot ushqimi shëndetshëm dhe cilësor. Dhe duke pasur parasysh që sot bota është në kaos në një farë mënyre, sepse po përballet me ndryshimet klimatike, me ndotjen, me prodhimin masiv, dhe në këtë mënyrë të rinjt duhet të kujdesen më tepër për atë që hanë dhe sidomos për pjatat që konsumojnë në shtëpi, mënyrën e ruajtjes, mënyrën e gatimit dhe ajo që është më e rëndësishme, të mos e shpërdorojnë ushqimin. Në fakt, sot ne kemi goxha probleme me sigurinë ushqimore, që nisin që nga gjurmëshmëria, që nisin që nga mungesa e një analize të mirëfillt të rrezikeve potenciale që ne përballemi çdo ditë me ushqimin, dhe për këtë arsye do të ishte mirë që të rinjt sot të jenë një levë e fuqishme që të kontribuojnë drejt për së drejti për të garantuar ushqimin, sepse është e drejtë themelore që secili nga ne të ketë ushqim të sigurt. Dhe ajo çfarë është më e rëndësishme, nuk janë vetëm institucionet ato që janë përgjegjëse për garantimin e sigurisë ushqimore. Çdo qytetar i mirë, sidomos të rinjt, duhet të jenë pjesë e këtij zinxhiri me qëllim që ne të garantojmë jo vetëm ushqim të sigurt sot, por të ardhmen e brezave të ardhshëm. Nëse jeni duke ngrënë, daloni për një çast dhe reflektoni. Ushqimi që keni vendosur në pjatë do të ndikojë drejt për drejt në shëndetin dhe mirëqenien tuaj. Si specialiste e shëndetit publik, mund ta them me bindje se ndër determinantët shëndetësor kryesor është pikërisht mënyra se si neve do të ushqehemi, duke ndikuar për mirë ose për keq, si faktor risku ose si faktor mbrojtës përkundrejt një sërë sëmundjesh, qofshin këto me natyrë infektive apo edhe me natyrë kronike. Një vëmendje veçantë pra duhet i kushtohet ushqimit, ku dy aspekte të rëndësishme janë pikërisht cilësia ushqimore dhe siguria ushqimore. Nëse nga njëra anë siguria ushqimore ka të bëjë me atë që produkti ushqimor nuk duhet të ketë prani të mikroorganizmave, të parazitëve, të toksinave, të baktereve dhe viruseve, të cilat shkaktojnë probleme shëndetësore, nga ana tjetër, cilësia ka të bëjë me atë që ushqimi duhet jetë i pasur me lëndë ushqyese, me makro dhe mikronutrientë. Ndaj është e domosdoshme që të kemi dhe larmishmëri të pjatës tonë, gjë që do të sigurohet pikërisht përmes agrobiodiversitetit. Një tokë më e pasur përkthehet në një shëndet më të pasur. Gjatë muajve të fundit kemi zbatuar projektin Rinia për agrobiodiversitetin dhe rrjeti rinor për bujqësi të qëndrueshme në 5 qytete të Shqipërisë, duke përfshirë rreth 250 të rinj pjesëmarrës në sesione të ndryshme me temat biodiversiteti, agrobiodiversiteti, siguria ushqimore dhe bujqësia e qëndrueshme. Elementi kryesor që ka pasur ky projekt ka qenë edhe praktika në agroturizme, duke mundësuar që të rinjt të ishin më afër me ato çfarë kishin mësuar në këto sesione. Fushata ndërgjegjësuese që kemi pasur në rrjetet sociale me temën ruaje farën, ruaje tokën, na ka surprizuar se sa të rinj të tjerë që nuk kanë qenë pjesë e projektit kanë pasur kuriozitet për këto tema. Njërisi e këtij projekti ka qenë dhe angazhimi dhe përkushtimi i mësuesve përkatës për ta vendosur këtë praktik edhe në përditshmërinë e tyre me nxënësit. Ky projekt jo vetëm që informon të rinjt mbi standardin dhe cilësinë ushqimore, por ju jep atyre dije se si të rrugtojnë këtë sektor. Nxit tek ata dëshirën për të investuar, çfarë ndikon në ekonominë e vendit, çfarë ndikon në një ekonomi të qëndrueshme, pikërisht të përdorim burimet tona dhe avantazhet tona konkurruese në treg. Sot në kushtet e tranzicioneve të mëdha, si rezultati i teknologjive, industrive, biznesit të ekonomive, një nga problemet më të mëdha është ruajtja e trashëgimisë bujqësore, e mjedisit të qëndrueshëm dhe e një sigurie ushqimore gjithnjë më të madhe. Këtu hyn në rol edhe rinia jonë, e cila
sot ka sfidën dhe përgjegjësinë për të ruajtur bujqësinë tradicionale dhe kthimin në bujqësinë tonë autentike. Ruajtjen e biodiversitetit, të mjedisit të qëndrueshëm dhe si të rinj që janë më afër teknologjive e inovacionit, ata mund të luajnë një rol të rëndësishëm në krijimin e smart fermave që ne i quajmë, të lidhjes së inovacionit me fshatin, të bujqësisë së qëndrueshme dhe të mjedisit. Për këtë i takon brezit të sotëm që të merret me krijimin e mundësive, të trajnimeve, të edukimeve dhe të përfshirjes së rinisë në të tëra iniciativat që mund të na garantojnë bujqësi të qëndrueshme, mjedis të shëndetshëm dhe siguri ushqimore më të madhe.